e thamë edhe më herët që Kosova ka pas një histori shumë të mirë në fazën e grupeve për kualifikimet në kampionatin botëror. Një vend i dytë me një grup ku është Suedia dhe Slovenia që mbesin prapa Kosovës, ishte një pozitë e rëndësishme për Kosovën ato eliminatore. Duke pa formën e lojtarëve, klubët ku luajnë e kanë nisë mirë edhe këtë vit, po besoj që gjasat janë reale, sidomos në ndeshjen e parë me Slovakinë, edhe pse Kosova është mysafir, luan kundër një kombëtar që më herët ka luajtur në nivelet të larta si kampionat evropian ose botror. Po besoj që gjasat janë me kalu këtë ndeshje, pastaj ndeshja e dytë vjen me fituesin e Turqisë me Romaninë. Po luhen fadil vokre, po besoj që gjasat shortit gjitha janë në favorin tonë, edhe kur e ke pa pe vazhave të katërta kush ka mujt me na ra Slovakia, po besoj u kon kundërshtari më i kënaqshëm për krejt, duke ditë që më i kënaqshëm. Po besoj që po, nëse na kishte rrojë Londra ose po kishim pas probleme me ekipe që janë fizikisht më të forta se na. E po besoj që me Slovakinë kem gjasa, po besoj që aty sillet 50-50, po ty po lojtarët formën e tyre, po besoj që ke mundësi me kalu edhe me lujtat finalin e madhe për biletën për kampionatin botror. Në rast se nuk arrim të kualifikohemi, ose ta mposhtim Slovakinë, ose ta mposhtim Slovakinë të humbim nga Turqia në anën tjetër se Rumania. Nëse shkon Turqia. Po flas për hipoteza këtu, natyrisht. Tena është dështim për entuziazmi është i madh, kombëtarën, për ekipin nëse nuk arrim, duke pasur parasysh rrugtimin që kemi pasur në këto 10 vjet që bëhen prej kur pranohemi në UEFA dhe FIFA. Zakonisht kur kem rezultate, entuziazmi të na rritet shumë, edhe nëse ka rezultate pastaj që nuk na përshtaten, dëshpërimi është shumë i madh. Po besoj që kësaj here me Franco Foda në krye një përgjes padyshim, besoj që është më i miri që kena pasur në bazë të rezultateve, lojës qasjes ndaj kundërshtarëve është më i miri, po besoj që kena me pas mundësi me luftu edhe me shku në botror, nuk po du me menu ata që nuk mujna me shku, tu e di që qatë finalin e madhe. Syrin gazetaresh që keni një problem fundamental. Po, na jem tifoz. Jem tifoz, keti jem tifoz. A nuk thët që këtë komand pëse u thirë në shkërt? A nuk thët kur që ty në konceptin në syrin gazetaresh? Po besoj që nuk e pyta unë për ato. Unë për pysun. A kam drejt, lafdim. Kjo rizjet në prell. Besoj e di në rizjet në prell, 4 prell, 2 muj ma heret e ka thirë kuvendin, mund me konë edhe puna që po thuti rezultatet mund me konë të mira dhe me pas. Jo, njam i bindun që kësë besen që kuna onë që kualifikohet Kosova. Për ndry që kish me leo mas ndeshjev. Qa kom ju thonë, ku e ka që Kosovën? Ku e ka që Kosovën që Sovjet? E ka, qëre tash, nëse folëm vërtetën, vitet e fundit, kombëtarja që theti nuk ka lidhje, besoj që ka lidhje, se kur ka dështime, na ja atribujmë dështimet kretarit. Kur ka sukses, duhet mja dhonë edhe merita.